kur e sheh që tek gjithë njerëzit e ka gëzuar respektin. Thatë se kur janë identifikuar viktimat e para, edhe trupat e para, nga masakra, po e quaj kështu e Suarekës, masakra e Berishëve. Në vitin 2000-2001. 2000-2001. Po. Ku? Të pjesa familjes tonë, përveç krimit që ka ndodhur atë ditë, ka ndodhur krim edhe pas ngjarjes që ka ndodhur me 26 mars. Krimi i dy fish ka ndodhur me trupat e familjarëve tonë. Pse krim? Po edhe ajo ka qenë një strukturë e organizuar prej jo vetëm prej individëve, por prej strukturave më të larta shtetërore, tu tentu me i fshet gjurmët e krimit. Për shembull, të nesërmën ata trupa janë zerë, janë ngarku në kamion frigorifer, edhe janë dërgu në lumin Danub në Serbi. Në momentin kur janë zbulu në lumin Danub, kamioni frigorifer me trupat familjarëve janë dërgu në Batajnic, ku janë varrosur edhe me 900 trupa tjerë shqiptarë. Kjo kishte ndodhur më njëherë pas luftës. Kjo ka ndodhur më njëherë pas luftës, domethënë çatë kohën, periudhën e luftës edhe pas luftës. Në një pjesë ka mban përshtypje se momenti kur gjithmonë kam insistuar me ditë për çata trupa që janë gjetë, edhe kam shkuar në Institutin e Mjekësisë Ligjore dhe kam tentuar me marrë informata për trupat e familjarëve të mi, trupin e barë. Edhe ato e kum kuptu që edhe ato pjesë që janë gjetë, domethënë, nuk është i gjithë trupi, janë një pjesë e krahut, një pjesë e këmbës, janë thjesht 1, 2, 3 pjesë trupit që janë gjetë. Ka raste kur për një trup, pjesë të një trupit janë gjetë në 3 lokacione të ndryshme. Në 3 varrezat ndryshme masive. 3 varrezat ndryshme masive. Trupi kujt është gjetur në 3 varrezat ndryshme? Bashkë të familjarëve të mi. Bashkë familjarë. Kjo nga ka bo me kuptu që ka pas krim edhe pas masakrës. Organizim i strukturës shtetërore për ta fshehur dhe... Edhe sot kur mendojmë që lërë për krimin, po edhe për këto, domethënë nuk ka as një person, as të akuzuar, as të dënuar lidhur me këtë rast. Nuk ka asnjë. Asnjë. U mbajt gjykimi për rastin e 26 marsit, gjykimi është mbajt në Serbi, asnjëherë nuk e kemi pranuar gjykim, pasi ne si familjar... Ai gjykim a ka dënuar dikë? E ka dënuar me dënime çesharake, 2-3 vjet, apo dënime me kusht. Shumica atyre që kanë bërë krimin sot janë